Kam nga dita 1 në protestën e gjigande, sot të ditë e 29, e rinisë shqiptare, studentëve shqiptarë, në kauzën e tyre, për të shporur përfundimisht kastën e vjetë të diktaturës komuniste, për të shporur ideologjinë bolshevike që ka 8 vjetë, 2 vjetë, që na sundon. Gjithë vendet e lindjes komuniste, Bullgari, Rumani, Hungari, Çekoslovaki, Poloni e tjera, janë antarët e Bashkimit Evropian. Vetëm ne të fundit i zhdukun komunizmin, i zhdukun kastën, me programe të fuqishme, me mbështetjen e SBA-s dhe Europës, kurse ne vendi vogël, vendi më pa fat në botë, vazhdojnë akoma t'i kemi në zverk klyshët e kuq të diktaturës. Sali Berishën të pari, ekstremisti i diktaturës komuniste, ekstremisti i demokracisë, ka sjellë shumë pasojë, shumë fatkeqësi këtij vendi në 30 vjet. Tani kërkon të lërë dhe pasardhës të vinë me ti, sipas fjalëve të kuptohet. S'po ja numëroj ato çka ka bërë. Ndërkohë është ky tjetri këtu, që quhet Edvin Krisaqi Rama. Ka 13 vjet pushtet, por ka pjesë tjetër kryeta bashkie, ka qenë ministër. Ju bën 30 vjet që s'ka futur dorën në xhep për një kafe. S'paguon karburante, i paguon shteti, i paguon populli dhe abuzoi, tradhtoi premtimet që i bëri popullit fukara, të mirëve. Është zhytur korrupsion komplet gjithë administratën shtetërore. Në masën 80% është e zhytur korrupsion. Vjedhje galopante. Burra e gra, i futi dhe gra në krim. Janë pjesë të këtij, janë fajt e këtij. I ka futur qëllimisht, se ky s'punon dot me burra. I ka përzon, e njoh shumë mirë, e njoh personalisht. Dhe vetëm gra, që t'i ketë nën kontroll, t'i shaloj, në kuptimin që fizik ti, çau i thot ky ato bëjnë. Na loj TikTokun, një vit më parë, kur vra djaloshi Marticani, 14 vjeç, në shkollën Fanori, sepse shkollat janë ndëlshuara. 60% e rinisë shqiptare, mitë e mi, është me 9 klasë shkollë, dhe ato shkollë kanë cop. Llogaritë pjesën tjetër, dhe çfarë po rritet në këtë vend, çfarë gjenerate po vjen. Është për të vënë duart në kokë, për të uluritur. Është një ardhmje jo e mirë për neve. Ky e mbylli TikTokun, sigurisht me pretekstin që mati pulsin e njerëzve që kanë probleme me fëmijët e rinj, me fëmijët e adoleshentët, cilët të përfshirën të rrjetet sociale dhe ndikojnë negativisht nganjëherë në jetën e tyre, në shkolla e tjera. Por në fakt ky kishte tjetër kund problemi. E kishte të propagandë, sepse TikTok është një rrjet i fuqishëm që vërshon në sytë e njerëzve. Dhe pash dje, si zakonisht, që bën ato kthesat, mori goditën e Bashkimit Evropian për të tërhequr ato ligjet e tij 21-2024 e të tjera. 7500 njerëz që s'është futur, po do futet program, është ligj anti-kombëtar, anti-human në të gjithë botën e qytetëruar. Bashkimi Evropian e ka vënë si kriter pronën. Është Sali Berisha që ka kur ndjes për ligjin 7501. Është autori që ka vendosur, është kriminali numër 1 në rastin e pronave. Ka kur ndjes ka thënë të më falni, ndërkohë ka shkaktuar dëme. Janë vrarë vëllezër, motra për tokat e tyre, ka zënë bota, siç më ka zënë mua atje në Dukat të Vlorës, ne kanë shkatruar, ne kanë marrë dhe gurët dhe bashkëtarët tanë, është transformuar gjithë shoqëria, është prishur identiteti vëllezër. Është futur helmatisja në vëllezëri. Është një gjendje jashtëzakonisht e rëndë.